Në atmosferë solidariteti e përkushtimi, zyra për barazi gjinore në kuadër të komunës së Klinës hapi sot zyrtarisht fushatën ndërkombëtare 16 ditë të aktivizimit kundër dhunës në bazë gjinore. Në këtë ngjarje morën pjesë nën kryetarja komunës së Klinës, zonja Marqe Tanushi Selmanaj, si dhe zyrtarja për barazi gjinore, zonja Vitore Shala, të cilat theksuan rëndësinë e bashkëpunimit institucional dhe angazhimit të përbashkët në luftën kundër dhunës në familje. Të pranishme ishin gjithashtu gra nga institucionet të ndryshme komunale dhe shoqëria civile, të cilat me pjesëmarrjen e tyre dhanë një mesazh të qartë. Barazia gjinore dhe respekti janë themeli i një shoqërie të shëndetshme. Pas takimit, pjesëmarrësit zhvilluan një parakalim simbolik në rrugët e qytetit të Klinës, duke bartur pankarta e mesazhe ndërgjegjësuese për parandalimin e dhunës dhe fuqizimin e grave në komunitet. Ky aktivitet i organizuar nga zyra për barazi gjinore në bashkëpunim me komunën e Klinës shënon fillimin e një sër ngjarjesh që do të zhvillohen gjatë 16 ditëve të ardhshme me qëllim rritjen e vetdijes dhe mbrojtjen e të drejtave të njerëzit.